Do thot, kur vjen kërkesë nga prokuroria për të arrestuar një antar të kabinetit qeveritar, i cili gëzon imunitetin që ka deputeti, ti duhet ta marrësh në shërbim me një herë. Nëse në bie shtun, bie djela, duhet presim të hënën, jo 2 muaj e gjysmë as 3. Në një kohë kur afatin, gjithë ke 3 muaj, nëse nuk kthen përgjigje, do të thotë kërkesa ka rënë. Të thuash po mendohem se a mund të ndërhyj apo s'mund të ndërhyj ke qeveria, prokuroria dhe drejtësia dhe pastaj do të marrë vendim, është një gjë që kjo është nonsens, kjo fyen inteligjencën e shqiptarëve. Ndërhyn që ç'ke me te prokuroria tek gjyqësori, i ve hekurat. E ke me kushtetut, e ke me rregullore të kuvendit. Nuk ka imunitet antari i Këshillit të Ministrave në vetvete përveç se asaj që kushtetuta i njeh deputetit. Në çdo shtet normal, çdo qeveri, në momentin kur një prej antarëve të kabinetit i bie qelesha tek prokuroria, në sekond e shkarkon vetë. Thotë shko merro me drejtësinë. Ti ke vetëm një detyrim, ta marrësh menjëherë tut keni kur ajo të thonë. Kjo po persekutohet politikisht nga prokuroria, që nga një moment ai prokuror s'mund të jetë më në detyrë. 2 gjëra ka. Doni t'i mbani gjallë dhe Edi Ramën me Belindën kryeministër, duke vazhduar të vjedhin, dhe spakun veprën e artit që keni bërë në reformën e drejtësisë t'i mbani pa prekur. Njëri prej tyre do vdesi sot. Për shkak të kësaj kërkese që ka bërë prokuroria, të dyja bashkë nuk mund të jetojnë. Kështu që merrni sillni në seancë, riktheni kushtetutshmërinë e këtij kuvendi, sillni në seancë dhe keni kurajë të thoni jo prokurorisë që ju e bot, jo ne. Ti thoni drejtësisë së pavarur që kur nuk do të thonit jo, jo Belindën nuk e japim, Belinda o muerte. Se s'është Ulsiu këtu. Këtë cucën Ulsiu ja kanë kap keq. Me procedurë nuk e shpëton dot.